dita e djeshme regjistrohet në analet e parlamentit shqiptar si dita e kapitullimit pa kushte të pseudo-mazhorancës së krimit dhe jo vetëm asaj, por para shqiptarve dhe mbar botës mercenarit të Edi Ramës, Altin Troplini. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, ju dje në një theatër tragjikomik patë se si pseudo-mazhoranca e tërë u angazhuat të shkel ligje, të shkel kushtetutën e vendit vetëm në diktatin e Dumanit, i cili refuzonte të mirte pyetje me gojë direkt nga deputetët. Akt i pashembull. Në të gjitha parlamentet e botës, pyetjet bëhen me shkrim dhe me gojë. Dorëzohen me shkrim në mënyrë që zyrtarit që pyetet t'i jepet mundësia të përgatisë përgjigjen, lexohen nga autori i pyetjeve dhe ky është i standard. Deputeti Tritan Sheu ndodhej dje me miq në parlamentin e Italisë. Dhe ai mirte në telefon, këtu është gjëja më absurde, por i keq përdoruri dhe i keq shfryzuari në ekstrem nuk duronte dot pyetjet. I dukeshin si shigjeta. U bë një kompromis. Dhe ai kompromis u bë pas një përpjekje shumë të madhe të opozitës, e cila donte që shqiptarët të mësonin të vërtetat e këtij sistemi të falimentuar. Kompromisi ishte që zyrtari të lexonte pyetjet dhe pas përgjigjeve të tij, autori i pyetjeve të shprehej 2 minuta për përgjigjet që ai dha. Dhe kjo funksionoi, mendoj unë, shumë mirë. Funksionoi shumë mirë, ndonë se ju e pat vetë, pozitën mjerane në cilën u ndodhen palët tona kundërshtare. Ai, si do thoshte një ekspert e shquar e gjuhës së trupit, fliste si i kapur. Por të gjitha ata që njohin gjuhën e trupit, kjo ishte e vërteta e tij, sepse ai ishte i kapur, ai është i kapur. Kurse ata
të cilët shkelmuan kushtetutën, vetëm sa ai kishte frikë nga nuk duronte dot pyetje direkte se i dukeshin si shigjeta, e lëshuan në rënje të lirë. E lëshuan në rënje të lirë sepse kishin frikë nga opozita se do u xhirnin dosjet në parlament, që i fshete Troplini, që i fshite Troplini. Nuk isha pa ndonjëherë në eksperiencën time të gjatë 32 vjeçare, një ditë ku përpjekja për të vërtetat triumfoi, aq bukur, dhe ku pala, ku kompromisi i krimit midis mercenar Dumanit dhe pengjeve të tij në mazhorancë, narkomazhorancë, prodhoi ato skena të papërsëritshme. Të papërsëritshme. Do sqaroj pak qytetarët. Me shumë të drejtë, ju keni pritur dhe duhet prisni që aty në parlament ju t'jeni të partë, ju dhe interesat tuaja. Por unë them atyre sot këtu se pikërisht për këtë parim, fjalën time, në fjalën time, nuk u mora me qëndrimet e tij antikushtetuese, antiligjore, hakmarrëse primitive ndaj meje. Jo. U mora me shkelmimin e tmerrshëm që u bën ai interesave të qytetarëve. U mora me 1.4 miliard euro. Një seri aferash dhe që janë, ju garantoj të dashur qytetar, që nuk janë asnjë e katërta e aferave që ky person i papërgjegjshëm, mashtrues, nuk jeton. Sepse janë qeveritarët e tij. Ja u thash dhe dje, flak të djegësave dhe djegësit Tiranës do djegin çdo njeri që ka dorën e tij të zezë në atë aferë. Edhe Edi Ramën dhe Altin Troplinin dhe secilin prej tyre. Mbrojta 630 milion euro që Çezi duhet të paguën të shqiptarëve me fatura të certifikuara nga kompani ndërkombëtare. Dhe që Edi Rama, në vend të arbitrazhit që ne kishim sigurt fitoren, vendosi marrëveshjen me të cilën i pagou, ndau me ta, edhe 100 milion euro të taks paguesve shqiptarë. Ata të quajtur çfarë të them unë të një, që dalin media thonë nuk u fol për qytetarin, po për të kujt janë ato para dhe për çfarë folëm aty jam thonë. U fol për tunelin e Llogaras, 50 milion euro me një tren të lapsit, e dokumentuar. U fol për aeroport në Vlorës 140 milion euro. U fol
për vjedhjet e tmerrshme në energji, për udhëtimet e Tiranës me avion charter. Atër, këta zotëri që pretendojnë se nuk u folë për qytetarin, a nuk i pyes, a nuk janë taksa të qytetarëve këto vjedhje? Dhe prisni, thash dhe njerë, këto nuk janë as 1/4 apo 1/5 e parave të vjedhura. Dhe do i mirë vesh nga kjo klik, nga kjo dyshe Rama Balluku dhe suite e tyre. Vetëm kontroli i lartë i shtetit dhe vetëm në disa agjensi të varur nga Lubi Balluku ka konstatuar 2.2 miliard euro vjedhje dhe shpërdorime. Vetëm në disa agjensi dhe vetëm në disa afera, se nuk kontrollon, kontroli i lartë i shtetit nuk kontrollon kur të gjitha aktet. Jo. Ai kontrollon me ka atë praktikën e tij një pjesë, s'mund të kontrollojë po. 2.2 miliard euro. Po, absolutisht. Kur Arben Ahmetaj thoshte se Lubia ka administruar 12 miliard euro, tjerët harronin vjedhjen dhe merresh me miliardin. Po ja pra. Prisi të dalin tjera. Dhe ky merret me gjërat në të paqena. $140 milion është check-upi, vjedhje, check-upi i Nushit. Ky bën sikur se ekziston. Atëherë, a janë këto interesa të qytetarëve? Unë them se këto janë interesa jetike të qytetarëve. Ky zotëri komunikon se pas ka sekuestruar 63 milion euro, diku thot 37, diku 60, po s'ka, ta zam në 100. Kujtja dhe ato, kush i mori ato? Kush shkuan ato? Po vetëm Frank Çopja ka 6 miliard euro larje parash në Shqipëri. Dhe ky në mburret se konfiskoj këte apartament apo ate apartament, po që u zhduken miliarda, nuk thot një fjalë. Nuk thot një fjalë. Dhe pastaj lexonte gazeta, lexonte shkrimet e atij zëdhënësit vetë dhe të porositura të blera. Prandaj dhe ishte më kujton të një personazh të spojë ashtu, e pa vetësisht, ta shohin vetë si u bë. U bë se ka nxjerr në treg vetë e tij me aktet që ka kryer. Po, e kam thënë dhe e them është një armik i egër i pluralizmit në Shqipëri. Sepse ushtrua në amnistues të krimit elektoral, krimit të njohur ndërkombëtarisht elektoral. Një pa ndërgjegje, as profesionale, as njerëzore. Po ti kur lexon që komuniteti ndërkombëtar thotë se rrjeti patronazhist është kundërshtim me parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira. Kurse ky thotë jo, nuk është një krim. Citon Edi Ramën ky. E kupton apo jo ligji ndërkombëtar. Nuk po them shkeljet seriale të kodit zgjedhor të Shqipërisë, por të parimeve ndërkombëtare të Karlës Kopenhagenit, të gjitha të vërtetuara nga OSB Odiri. Po ky s'ka. Për te,
Parime janë vetëm statuti i Partisë Socialiste dhe lufta e egrë ndaj opozitës dhe pluralizmi. Sigurisht që për këto ne do qëndronim. Sepse ky qëndrim i tij dhe i prokurorisë tij u bë licencë për narkodiktatorin Edi Rama dhe regjimin e tij për shkatruar në përfundimtare procesin zgjedhor. A i keni dëgjuar ju të shqiproj një fjalë të vetme për zgjedhjet? As kërkush. Përkundrazi, gosipi i qytetit thot se edhe Belindën Lubin po e bënte kurban pikërisht për të shuar zhurmën e raportit. Nuk mund të them se gjitha ato që thot gosipi janë të gosipit. Po me media lejohet, se mediat janë vetë i ndjekin këto dhe i vërtetojnë si vërtetojnë. Së fundi, në parlament, unë lexova mesazhin e një qytetari digital që vinte nga prokuroria. Do e lexoj edhe një herë. Doktor Mimbrëma, një burim nga prokuroria më ka thënë sonte në lidhje me një çështje në proces. Altin Dumani ka bërë një ujdi për 5 milion euro në lidhje me dosjen e shtetasit Kreshnik Faruku nga Manza, Durrës, mik e bashkëpunëtor me Artur Shehun dhe tani me Xhevdet Troplinin, Pojen, edhe Elvis Doçin, visin e Pojes. Dhe Poja është Troplini, ky është visi i Pojës, është Dhamri. Ky shtetas ka një procedim në shtetin italian për 3 episode. Në Savona, Gjenova dhe Ancona, ku janë kapur sasi të mëdha kokaine. Për këtë fakt, ka dhe procedim në shtetin italian dhe gjykata e Durrësit i ka vendosur mas sigurimi për ekstradim. Më pas, Spaku, tu hyn milionat, Spaku, ka filluar procedim për të njëjtat fakte të ndodhura në shtetin italian dhe i vendos mas sigurimi. Çfarë do thotë që s'mund të ekstradohet? Dëgjoni. Me datën 11/5, sepse gjykata e Durrësit, me të drejtë, në përputhje me ligjin dhe detyrimet tona, i vendosi mas sigurimi që të ekstradohej. Tani, Troplini i vendos mas sigurie që të mos ekstradohet. E kuptoni tani? Se po e heton ky, se dolen 5 milion. Me datën 11/5/2025, gjykata e lartë kundër një shume të lartë parash, ja heq masën e arrestit dhe e le me detyrim paraqitje. E kuptoni tani se ç'ndodh? Dumani i ka premtuar që t'i kaloj përgjegjësinë vllaut të tij, duke manipuluar telefonatat e enkriptuara dhe duke ja atribuar vllaut të tij. Shuma e ujdis do konvertohet në gur të çmuar, diamante. Personi ku investon të ardhurat Dumani është dai bashortës së tij, Anton Pango, person me precedent penal. Tani. Kam një pyetje për çdo shqiptar. Kush e heton Altin Dumanin? Ja urdhë. Dhe u ftoj ju si gazetar, ftoj mediat të verifikojnë a ekziston shtetasi
Shtetasi Faruk, Kreshnik Faruk, nga Manza, a është i arrestuar, a ka qenë i arrestuar nga gjykata e Durrësit ky shtetas? Mediat, mendoj unë, kanë një fushë hapur investigimi. A e ka marrë Troplini në masë sigurie, pas masë sigurie si ka vendos gjykata? Këto e gjëra konkrete, nuk ka këtu. A ka qenë gjykatë të lartë rasti, apo nuk ka qenë? Dhe çfarë vendimi ka marrë gjykata e lartë? Pra, vërtet ky është një qytetar digjital, por një qytetar digjital që ka renditur këtu fakte të cilat kërkojnë hetim dhe verifikim. Po tani kush e heton Altin Troplinin, më thoni mu ju. Ja pra që se heton do të asnjëri Altin Troplinin. Kur e kanë pyetur kohë më parë, kush u kontrollon ju? Mirë ti kontrollon të tjerë, po ty kush të kontrollon? Kemi kontroll shumë të fortë. Po kush? Ja më thuaj, urdhë. Kush e heton dot këtë tani? Shikoni. Po kjo është me shumë pasoja. Unë kam denoncuar dhe s'ka kundërshtuar dot kurrë. Faktin që kur thiri prokurorin për ta bërë përgjegjës për një pazar që kishte bërë me bandën e Suelçels, ai tha po ti tha. Morë 1 milion nga Ymer Lala, sepse ti tha, nga 19 pyetje që i bërë Ymer Lalës, i denoncuar Ymeri nga Luftareçi, i denoncuar për vrasje, dëshmitari i drejtësisë, Luftareçi, ti e pyete për çdo gjë, po për vrasje nuk e pyete atë, dhe e lirove. As i reagim ai. As i reagim për këto. Tani del çështja tjetër. Prandaj duhet unë e shoh këtë një problem shumë serioz, shumë madhor. Kush e heton këtë? Prokurori i përgjithshëm? Asnjë tagër. Prokurori i përgjithshëm është i ka heqë çdo kompetencë kushtetuese. Cili e heton? Kjo çështje. KLP-ja, larg qoftë. Ajo zonja e ka normal si të organizoj 15 ritrita e lodhura shumë. 15 ritrita në vit, me para takspaguesve. Dhe pastaj, thot që atë kodin nuk kemi ekspert që ta shqyrtojmë, prandaj nuk kam mendim për te. Lera mos e pyesje. Po nuk më intereson, po më intereson kjo këtu. Kush e heton Altin Troplinin? Janë akuza konkrete. Dhe tjetër, konkrete, po jo në të shkallë, kanë qenë akuzat për Altin Hajrë, i cili është i lirë, dhe është i lirë, si pas ati burimi nga Altin Troplini. Po, është i lirë, qarkullon kudo. Dhe për coptimin e ku formës janë prengës, dënohet Roja dhe Kopshtari. E kuptoni ju, se ata pasa qenë. Prandaj edhe ky është recidivist. Unë shtroj pyetjen. Kush heton të çështje? Nuk është rasti i parë.
por ky është më flagranti, më konkreti. Ky vjen nga i referohet prokurorisë se vetëm prokuroria mund t'i di të gjitha këto për te. Ja ku është pra. Njeriu afërmendshi. Afërmendshi që do bëj gjykatësi atë që themun. Irena Gjoka bën atë që thotaj. Dhe gjykatës të tjerë. Si ai. Urdhë, sepse ai i vën në kontroll mizor. Po atë kush e kontrollon? Asnjëri. Ndaj dhe unala të ky rast se çfarë problemet të tmerrshme ka ky sistem sot. Ky është bërë avokat privat i familjes Edi Rams dhe Edi Rams. Avokat privat i aferave të Edi Rams. Nuk po ndalem fare në problemet e mia me te. Nuk kam asgjë unë me te. I kam thënë unë ato, edhe dje në parlament e falënërova për vetimun. Po, janë 4 shtëpi që disponon. Ka që tjetërin që mburë i dje. Për një garsonjerët vllaut vetë që i paguan të Qiran, e ka akuzuar se është i yti apartamenti dhe ka kërkuar një vit burg për te, për gjykatësin. Vetë ka 4, 4. Se edhe aty ku thot, paguaj Qirat e vjerri, e kuptoni u tash i kjo punë? Jam me Qirat e vjerri. Pra, ne besoj se e bëm me transparencë të plot detyrën tonë. Natyrisht, këto janë një pjesë e problemeve. Po s'është i vogël, se janë miliarda të cilat vërtet, Troplini ka një numër shumë të kufizuar dosjesh, që si pas një statistike përbëjnë gjithsejt 0,3% të gjitha dosjeve të Shqipërisë, por këto dosje janë dosjet e miliardave. Ato vërtet janë 0,3% si numër, por ato janë dosjet e miliardave të vjedhura qytetarëve shqiptarë. Janë dosje që peshojnë sa toka. Dhe që ai i mbyll i stisë si do në vetë. Zoti Berisha, përse akuzat publike ndaj Dumanit, Partia Demokratike nuk i bën zyrtare me qëllim nisjen e hetimeve ndaj tij për shpërdorim detyre sipas akuzave të Partisë Demokratike? Ne kemi dërguar edhe ndaj tij sa për djeni. Janë refuzuar. Nuk mund të hetohet ai. Ne kemi paraqitur akuzat direkt ndaj tij. Po nuk ka, është mbi ligjet, mbi kushtetutën. Ai është vetëm direkt i varur nga Edi Rama. Por kjo, më fal, Anisa, çdo njeri po të kishte kompetencë, do të niste hetimin kryesisht. Se këtu janë element konkret. Ai quhet Kreshtik Faruku, ekziston apo s'ekziston? Është nga Manza apo s'është nga Manza? Është arrestuar nga gjykata e Durrësit apo s'është arrestuar? Është marrë dosja e tij nga Skapi apo s'është marrë? Ishte në gjykatë të lartë apo jo? Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe ky nuk është as i vetëm, Po, ky është me zbërthyri, po. Ky
Ky është me zbërthyri nga gjitha, se ka patur raste tjera, edhe e kam ndjek se unë i ndjek këto. Shketi. Ja, me duhet mua tani ta hetoj këtu, ta hetoj të marr 5 milionë. Qoja atje hetoj të denohet atje, pastaj mas të marroj denimin atje, ose shko hetoj bashkë me ta atje, më tonë. Ja urdhë ku del problemi ti. Zoti Berisha tashmë është zyrtare që zëvendës kryeministra Belinda Balluku është nën hetim nga SPAK. Ajo refuzoi të shkonte një ditë më parë për shkak të një vizite në Bukuresht, ndërsa sot u shfaq duke prezantuar drejtorin e ri të portit të Durrësit në një aktivitet që duket se është censuruar nga Edi Rama, që nuk e ka përshfaqur atë në rrjetin e tij social. A mendoni se do ta lëshojë Edi Rama Belinda Ballukun njësoj si Erion Veliaj, dhe a mendoni se edhe Balluku do të ketë fatin e tij? Faleminderit. Tani, kur korrupsioni i saj me Edi Ramën u bë sa mali dajti pa krahasueshëm, dhe unë u thash, vetëm disa afera së bashku bëjnë 2 miliard, të kontrolluara në Komisionin e Shtetit. Por ajo, deri një vit më parë, ka administruar në portofolin e vetë 12 miliard euro. Unë ju garantoj ju që nga këta 12 miliard euro, të paktën 10 miliard janë vjedhur dhe shpërdoruar. Sepse unë kam sensin e asaj. Sa kushton kjo, sa kushton ajo. Pra, në këtë rast, Rama se që ka gjetë një supervizim, 1 milion euro, si punë e fustaneve të Velicës. Dhe këtu i thotë, s'kam kështë të bëj tani, thotë. Rama mendon se shpëton në këtë mënyrë, por Rama është përgjegjës kryesor dhe nuk do shpëtoj kur nga vjedhjet e saj. Në qoftë se ka një njeri që ka vjedhë së bashku me Ramën, të paktën për 20 e sa vitesh me radhë, është Lubi Balluku. Kjo është e njohur. Kështu që apo përpiqet Rama, edhe ato që thotë se i bëri presion këtij atij e gjitha, është skema e Velis. Ju kujtohet ju. I çoi punojësit të gjithë e rrethuan skapin. Ju kujtohet fjalimi. Empatia që tregoi ai për djalin e Erionit, që s'kish kush ta çonte këtu dhe aty. Pra, Rama sigurisht që po përpiqet të mos zej brenda mos e zerë brenda mali që po shemet. Por Rama është kryesori, të jemi të sinqertë. Lubia ka shumë. Lubia është hajdutja më të mërshme, më pa përmajtur e 113 viteve shtetë shqiptar. Pas Edi Ramës. Zoti Berisha, ditën e djeshme në Kuvendin e Shqipërisë u ngritën 2 komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Nga artikulimi publik që është bërë nga mazhoranca, ka deri tani 2 kërkesa, mund të themi, apo 2 mendime sa i takon këtyre reformave. Uljen e numrit bashkive dhe uljen e numrit të deputetëve, nga 140 në 101. A jeni ju i gatshëm që të uleni në tryez me Edi Ramën për ndryshimet e kushtetutës? Tani, ka dhe një mendim tjetër, që është i ka herëshëm, në qoftë se hyn dhe në anale. Edhe, po, është 25-30 vite më parë, që vendit bëhet me 2 dhoma. Këtë dhomën e lartë, senatin dhe dhomën e parlamentit. Unë
Jam dakord me këtë. Jam dakord me këtë variant. Sepse sa do pak, po në qoftë se ndërton Senatin, jo si një institucion blokues, se me blokim shteti nuk bëhet, nuk ndërtohet, por si një institucion frenues, të themi një farë mënyrë, atëherë i bën një të mirë vendit, ku një mazhorancë, pra, Senati është i dobishëm. Shumë vende e kanë, ka të tjera që nuk e kanë. Shqipëria në rast se ngre një senat, vendos të ketë senat, atër pa diskutim që do të paksoj numrin e deputetëve. Kjo për këtë. Për bashkit jo, nuk jemi për zvogëlimin e numrit. Më shumë, më pak? Jo, mund të them tjenë më shumë, por ne kemi vu një kusht që është pranuar. Kushti ynë është që në Komisionin për Reformën Zgjedhore të jetë Odiri, i pranishëm e ta ndihmoj, në Komisionin për Reformën Territoriale të jenë ekspertet e autoritetit, e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Europës, pranë Këshillit të Europës. Kanë ekspertizën më të shkëlqyer, më të mirë në ndërtimin e pushtetit vendor. Pra të kthehemi te pyetja e parë, jeni gati të uleni në një tryez me Edi Ramën për të prekur dhe kushtetutën? Tani nuk ka asgjë për prekje kushtetuta aty. Reformat janë, por në qoftë se është problemi për të përcaktuar Senatin e Republikës në kushtetut, po, jam gati. S'kemi as i kompleks aty ne. Sepse besojmë që është një institucion i dobishëm dhe jo duke rënduar buxhetin e takspaguesve, por duke zvogëluar numrin e deputetëve. Për sa i përket kjo thuja, reformave vendore nuk ka nevojë për kushtetutë. Jo. Ju siguroj që s'ka. Mirë. Shumë faleminderit.